Ndalem fillimisht në Elbasan, sepse edhe Fiorella e veçoi pak më herët Belinda të paktën sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri tani sipas të raportimeve të paktën të atyre kutive që janë numëruar, Elbasani jo vetëm që e ka siguruar Partia Socialiste një mandat të 9, por po synon edhe të 10-in, duke arritur kështu një rekord përpësën të paktën për qarkun e Elbasanit. Çfarë thon të dhënat deri në këto momente? Sa kuti janë numëruar nga sa në total? Denisa, të përshëndes, në Pallatin e Sportit Tomor Sinani ku ndodhem, ka vijuar numërimi për gjatë gjithë natës nga 15 grupe numërimi, nëse do të shihet edhe nëpërmjet kësaj pamje që ofrojmë, vijon puna, vijon me ritëm në fakt puna, nuk ka shenja lodhje të paktën deri tani dhe se do të vijojnë me numërimin e çdo flete votimi për subjektet e më pas do të kalojnë tek kandidatët. Kjo situatë paraqitet në të gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit duke vijuar me numërimin. Në rang qarku nga 508 kuti janë numëruar deri më tani 159 kuti. Partia Demokratike me 12.130 vota, Partia Socialiste 253-46. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 1316 vota. Partia Mundësia me 902 vota. PSD 488 vota dhe Koalicioni Euroatlantik 834 vota. Sa thash më lartë janë në rang qarku duke vijuar ende procesi i numërimit, por sigurisht edhe shifrat do të ndryshojnë, por ajo që bie në sy edhe nga vëzhgimi që ne bëjmë gjatë kohës së numërimit, dominon Partia Socialiste. Ndërsa do të flisja për pjesëmarrjen në 2021 dhe 2025, pjesëmarrja në 2021 ka qenë 47.71%, ndërsa në 2025 ka qenë 42%, rreth 5.7% më pak qarku i Elbasanit ka pasur pjesëmarrje. Por për bashkinë e Belshit, le t'i shohim të gjitha bashkitë në fakt e qarkut e Elbasanit se si paraqitet dhe të bëjmë një panoramë të gjithë situatës së numërimit të votave. Bashkia Belsh 19 nga 39 kuti vijon dhe atje procesi i numërimit. Partia Demokratike 1314 vota, Partia Socialiste 2053 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 114 vota, Partia Mundësia 59 vota, PSD 56 vota dhe Koalicioni Euroatlantik 165 vota. Në bashkinë e Cerrikut janë numëruar deri në këto momente që ne flasim 26 kuti nga 57. Partia Demokratike ka mundur të mbledh 1482 vota, Partia Socialiste 3165 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 303 vota, Mundësia 67 vota, Partia Social-Demokrate 37 vota, Koalicioni Euroatlantik 45 vota. Ndërsa për bashkinë e Elbasanit, të paktën edhe këtu ku ndodhem, është KZAZ 49, 50 dhe 51. Më falni, është KZAZ 48, 50, 51 dhe KZAZ 49 ndodhet në shkollën Jorgji Dilo, në shkollën 9 vjeçare dhe vijon edhe atje numërimi. Në bashkinë e Elbasanit rezulton kjo situatë, 44 nga 224 kuti të numëruara dhe vijon puna për numërimin e çdo vote. Partia Demokratike ka mundur të mbledh 4531 vota, Partia Socialiste 7608 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 394 vota, Partia Mundësia 409, Koalicioni Euroatlantik 336 vota, Partia Social-Demokrate 150 vota. Në bashkinë e Gramshit nga 48 kuti janë numëruar 11 kuti. Partia Demokratike 729 vota, Partia Socialiste 2218 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 121 vota, Partia Mundësia 52, Euroatlantik 42 dhe PSD 39 vota. Do të kalojmë tek Bashkia e Librazhdit. Në fakt, Bashkia e Librazhdit ka një pjesëmarrje edhe më të lartë në këto zgjedhje.
21 kuti nga 55 kuti të mbetura dhe gjithsej kanë numëruar Bashkia e Librazhdit, Partia Demokratike 1573 vota, Partia Socialiste 3968 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 122 vota, Koalicioni Euroatlantik 99 vota, PSD 84 vota dhe Partia Mundësia 148 vota. Kanë mbetur në fakt edhe 2 bashki pa i referuar në statistika. Bashkia Prenjas janë numëruar 15 nga 39 kuti, Partia Demokratike me 1127 vota, Partia Socialiste me 2672 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 127 vota, Koalicioni Euroatlantik 54 vota, Partia Social-Demokrate 60 vota dhe Mundësia 70 vota. Dhe në bashkinë e fundit, Bashkia e Peqinit, janë numëruar 8 nga 46 kuti. Partia Demokratike me 382 vota, Partia Socialiste me 1268 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 33 dhe Partit Mundësia, PSD dhe Euroatlantik, Koalicioni Euroatlantik nga 13 vota. Është kjo, Denisa, një panoram e përgjithshme për të gjithë qarkun e Elbasanit, të paktën nga mbrëmja e djeshme që ka nisur numërimi në të gjitha bashkit, edhe që vijon edhe në këto momente që ne flasim. Të paktën nga komunikimi që kam pasur me bashkinë e Gramshit, do të vijojnë të numërimin deri në rezistencën e tyre të fundit, por edhe për këto 3 këzazë që ndodhen në Pallatin e Sportit të Morsinani nuk janë përcaktuar grupe zëvendësuesis për numërim. Në momentin që do të shfaqin shenja lodhje 15 grupet aktuale të numërimit dhe që kanë që nga mbrëmja e djeshme që vijojnë pa ndërprerje numërimin e çdo vote për të dalë jo vetëm në rezultate më të shpejta, por edhe sigurisht për të parë një pasqyrë në rang qarku, të paktën ne që na duhet edhe të raportojmë. Ka qenë një situatë e qetë në të paktën në qarkun e Elbasanit edhe gjatë ditës djeshme. Praktikisht, Belinda, nëse ndalemi pak tek numërimi, pa u kthyer tek situata e djeshme. Nëse ndalemi tek numërimi, praktikisht kemi një ndarje vetëm mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por për të ruajtur këtë mandat të 10 që Partia Socialiste e synon tashmë sepse i ka kaluar pritshmëritë, ndonse synim kishte rezultatin e 9. Ja vulos Bashkia e Elbasanit, pra kutit e Elbasanit? Ende pa numëruar dhe që vijojnë, në fakt janë edhe KZZ 48 që i takon të gjithë fshatrave të Bashkisë e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit është një bashki e madhe me një numër fshatrash të madh dhe sigurisht unë mendoj se vulosjen e fitores Partisë Socialiste, që do duhet presim deri në rezultatin e fundit për të mos qenë jo korrekt me atë që flasim, mendoj se ja jep Bashkia e Elbasanit, për shkak se edhe në tipologjinë të gjitha bashkive të tjera, si Bashkia Librazhd, Bashkia Gramsh, njehen si bashki të majta, të paktën vitet e fundit dhe zgjedhjet e fundit na ka rezultuar që të jenë shumë më shumë bashki të majta. Por Bashkia e Elbasanit ka pasur sigurisht edhe socialistë të paknaqur, kjo duhet thënë edhe duhet pranuar, por sigurisht që në një mendim të tyre më të detajuar ditën e djeshme, ndoshta i kanë dhënë edhe një mundësi Partisë Socialiste, por është fakt që shumë socialistë të Elbasanit kanë qenë të zhgënjur nga Partia Socialiste për shkak të marrëdhënies që ata kanë me këtë parti, apo edhe për gjithë interesat e ngushtë që mund të kenë me Partinë Socialiste. Partia Socialiste sigurisht në Elbasan edhe në gjithë vendin lufton për një mandat të 4, por më e vështirë duket lufta për Partinë Demokratike, që duan të rikthehen që nga 2013 që janë shkëputur nga pushteti edhe nga drejtimi i vendit. Edhe në Pallatin e Sportit ku ndodhem, sapo kam rritur mëngjesin e sotëm, kam parë simpatizantë të Partisë Demokratike të shumë të lodhur, të rastapitur. Po drejtues politik apo kandidat për deputet nga Demokratët?
Deri në këto momente nuk ka asnjë përfaqësues politik apo kandidat. Janë vetëm simpatizantët të cilët ndjekin me imtësi numërimin e çdo flete dhe sigurisht mbajnë shënimet e tyre për t'i ardhur në ndihmë të gjithë rezultateve që vetë partitë ndjekin në të tilla situata. Por duket një situatë e qetë. Elbasani sikurse është parë, ka treguar një qytetari, një sjellje model duhet thënë për shkak të ditës djeshme dhe të votimeve, edhe pse kishte skeptike dhe që mendonin se Elbasani mund të kishte incidente, por unë besoj se qytetarët kanë votuar ata që mendojnë se do t'i përfaqësojnë në parlament, ndoshta duke u dhënë edhe një shans për të mos i zhgënjyer të paktën vitet që do të vinë edhe të kenë një përfaqësim shumë më dinjitoz edhe nga deputet përsëritës të Partisë Socialiste, të cilët e kanë mandatin e dytë apo edhe të tretë në parlament dhe që mund të kenë pasur edhe nuanca zhgënjimi tek qytetarët e Elbasanit. Ndoshta në momentet që ti je afruar edhe në tryezat e numërimit, Belinda, ke mundur të pikasësh të paktën nga ato fletë që ke ndjekur nga afër ndonjë emër më të lakuar si deputeti më të votuar të qarkut të Elbasanit, paktën për Bashkinë e Elbasanit? Për Bashkinë e Elbasanit, paktën unë jam këtu që prej orës 7 të mëngjesit, nga thirrja që bëjnë grupet e numërimit teksa lexojnë subjektin, është numri 5, është Partia Socialiste, por edhe si kandidat është Sara Mila, kandidatja e Partisë Socialiste, ajo që shihet tek fleta e votimit edhe që shënuar me kryq nga qytetarët e Elbasanit. Të paktën deri më tani sa jemi këtu dominon Partia Socialiste, numri 5 dhe kandidatja Sara Mila. Dakor, do shohim çfarë ndodh më tej më pas me listën e hapur edhe kush nga lista e hapur do të bëhet pjesë e parlamentit. Falenderoj për këtë raportim të detajuar nga Elbasani. Do të zhvendosemi në Vlorë me kolegun Edi Ruçi dhe më pas do të jemi në Berat me